Mes tyre koloritëve unë dukemi tepër këtu, mirë po dy majna bën bashkë edhe si vjetë, si çdo herë për herë, sepse është ditë e veçantë për gjonajn e Hasit. Mirë mbrëma, mirë se keni ardhur. Me kënaqësi po e hapim edicionin e 36 të festivalit Hasi e Han. Është edicioni 36, por ju prapa ne sheshini numrin 50. E ky e ka një kuptim shumë domethënës. Po, janë 50 vjet të Malsorit, 50 vjet veprimtari kulturore në ruajtje dhe promovim të identitetit kulturor hasian. Më 8 mars 1975, normalistët e gjonajt e themeluan shoqërinë kultur-artistike. Prandaj, kjo është një vit shumë jubilar sepse është një gjysmë shekull e veprimtari kulturore në gjonaj. U jemi mirënjohës atyre për krijimtarinë e tyre unike, e patjetër që personi më meritor në këtë rast për ta është kryetari i Malsorit, zotri Aziz Hodaj. Ai ka punuar me ta, ka filluar me ta, është një forcë motorike, edhe drejtuese gjithsesi. Prandaj dëshirojmë ta ftojmë për një fjalë rasti. Zoti Hodaj është drejtor i festivalit, kryetari i shoqërisë kultur-artistike Malsori, ambasador i paqes si shpallur para pak kohësh dhe shpresojmë ta ketë edhe paraqitjen paqësore se nganjëherë është goxha jashtë. Mikrofon nuk i duhet, zërin e klasën të qeshëm. Na duhet një mikrofon gjithsesi. Shumë fort. Stef, faleminderit shumë për këto fjalë, po sigurisht e bat me emocione, jo me emocione, por natyrisht nuk mund mos kem emocione kur prapa me kam një armatë të tërë njerëz që kanë kontribuar me vite për të qenë na sot këtu. Nuk mund mos kem emocione kur kemi prezent funksionar të lartë në krye me kryeministrin Albin Kurti, cilin e falenderoj për pjesëmarrje, ministrin Herullah Qeku, deputetët të Parlamentit Kosovës, kryetarin e Unionit Shqiptarëve të Kroacisë që po na bën krenar me punën, me angazhimin, me faktorizimin e popullit shqiptar, kryetarin e Degës Lidhjes Demokratike, zotin drejtor Selmonaj, funksionar të lartë, drejtues të shoqërive kultur-artistike, drejtues të ansambleve. Jam mundu që t'i ftoj të gjithë t'i kem këtu sot në shënimin e rëndësishëm të 50 vjetorit. Është vërtet që kemi prapa vetit një gjysmë shekulli veprimtari, një gjysmë shekulli sfid, një gjysmë shekulli të 50 gjeneratave që kanë defilu në ansamblin Malsori, në shoqëritë kulturë artistike, jo vetëm të Malsori, por edhe ato që kanë prezentuar në festivalin Hasi e Han, dhe sigurisht që gjitha këto më bojnë t'jem edhe me emocione. Sido që t'jetë, nuk du me zgjatë shumë me fjallë, nuk du me zgjatë se dhe nuk përdi shka me thonë mo, kështu që ftonë e njeri tjetër që ta merë fjallën, unë ju falenderoj edhe njerë nga zemra, dhe sinqerisht e ndim vetën mirë, ndin edhe ju vetën mirë si që të pinë tuj. Faleminderit. Faleminderit drejtor, në vitin e kaluar e kemi pas një farë marrëveshjen gentleman është bashkruar me kryeministrin Kurti, që të vijë edhe si vjet në festival, sepse 50 që na lidh bashkë. Kështu që kam kënaqësinë ta ftoj kryeministrin Albin Kurti për një fjalë rasti. I nderuari drejtori i festivalit Hasi e Han, zotri Aziz Hodaj, i nderuar ministri i kulturës, rinisë dhe sportit, zotri Herullah Qeku, të nderuara shoqëri kultur-artistike nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi, të nderuar përfaqësues të institucioneve e të partive tona në nivel qendror e lokal, të nderuar ardashës
të nderuar të praneshëm, zonja dhe zotrej, motra dhe vlezër, në malet e bukura të Hasit, këtu ku trashëgimia e pasur natyrore, ndërthuret me trashëgimin po ashtu të pasur kulturore, po takohemi për të festuar një moment të rëndësishëm historik. 50 vjetorin e themelimit të shoqatës kultur-artistike Malsori dhe edicionin e 36 të festivalit folklorik Hasi Jehon. 5 dekada për kushtim e punë palodhshme për ruajtjen e vlerave të folklorit burimor përmes veshjeve, instrumenteve e këngës popullore e kanë shndruar këtë manifestim në një nga ngjarjet më të rëndësishme kulturore në trojet ku jetojnë shqiptarët. Është një vend takimi përvetshëm për mira ardashës dhe një skenë ku vlerat kulturore marrin hovë. Ky manifestim që mbahet në fillim të muajit maj përkon me datat simbolike të pajtimit të madh të gjaqeve me 2 maj 1990, ngjarje kjo e cila ndodhi pikërisht këtu në vendin ku po e zhvillojmë manifestimin edhe si vjet. Përballë sfidave dhe periudhave të vështira të kaluarës, Hasi Jehon ka qëndruar si një dëshmi e gjallë e rezistencës dhe angazhimit për ruajtjen e identitetit tonë kulturor. Ky festival përfaqëson një institucion të rëndësishëm për mbrojtjen, prezantimin, bartjen dhe promovimin e trashëgimisë sonë shpirtërore. Për më shumë se 3 dekada, ka bashkuar shoqëri kultur-artistike nga gjitha trojet e banuara me shqiptarë, duke ofruar një hapësirë për të festuar pasurinë tonë folklorike dhe etnomuzikore. Me që e njohim rëndësinë jetike të ruajtjes dhe kultivimit të trashëgimisë kulturore, si Qeveria e Republikës Kosovës dhe Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, i kemi kushtuar vëmendje të veçantë mbështetjes institucionale dhe financiare për të gjitha fushat e kulturës. Veçanërisht në fushën e folklorit kemi mbështetur në vazhdimsi ansamblet, manifestimet, studimet dhe botimet në tërë territorin e vendit, sepse duam zhvillimin e mëtejshëm të kapaciteteve për ruajtjen, kultivimin dhe promovimin e trashëgimisë sonë. Festivali folklorik Hasi Jehon, i cili që nga viti 2022 gëzon mbrojtje ligjore si vlerë e trashëgimisë kulturore, shpirtërore në mbrojtje institucionale, është një shembull i shkëlqyer i asaj që mund të arrihet kur përkushtimi i ardashëve bashkohet me përkrahjen profesionale të institucioneve. Qeveria e Republikës Kosovës do të vazhdojë mbështetjen për të gjitha nismat që synojnë ruajtjen dhe zhvillimin e vlerave të trashëgimisë kulturore. Nëpërmjet mbështetjes së rregullt, synojmë që kjo trashëgimi të dokumentohet, të kultivohet dhe të jepet vendi i merituar në jetën kulturore e shoqërore. Dua të përgëzoj të gjithë ata që kanë kontribuar në realizimin e kësaj ngjarje që jo vetëm e ruan dhe pasuron trashëgimin ton, por edhe e shfaq atë në mënyrë të denjë para publikut vendor dhe ndërkombëtar. Ju uroj suksese gjithë pjesëmarrësve në prezantimin e këngëve, artit, vallëve dhe gjithë trashëgimisë sonë shpirtërore. Po ashtu uroj që gjithë pranishmit të përjetojnë 3 net të mbushura me emocione, krenari dhe ndjenjë të bashkimit kulturor. Mirënjohjet më të sinqerta u shkojnë të gjithë atyre që me pasion e kujdes punojnë për ruajtjen dhe zhvillimin e trashëgimisë sonë kulturore. Hasi Jehon është më shumë se një festival, është një urë e cila na lidh me njëri tjetrin dhe me botën përmes zërit të pastër të folklorit shqiptar. Ju faleminderit dhe ju uroj një festival sa më të suksesshëm e sonte, nesër mbrëma e pas nesër mbrëma, një çast shumë të veçantë e të këndshëm për juve dhe të gjithë ata mysafir që na kanë nderuar neve në Hasi Jehon. Faleminderit.
Lejoni të ftoj edhe zotin Kujtim Gashi, në kryetari i komunës së Prizrenit, për një fjalë rasti. Të dashur pjesëmarrës, artist, mysafir dhe dashamir të kulturës, i nderuar kryeministër Kurti, ministër Qeku, të nderuar deputet Kuvendit Republikës së Kosovës, të nderuar pjesëmarrës. Sonte në gjunaj të Hasit kemi nderin dhe kënaqësinë të hapim edicionin e 36 të festivalit Hasi i Han. Një ngjarje që prej dekadash është bërë simboli i ruajtjes dhe promovimit të trashëgimisë sonë kulturore. Ky festival, i cili do të zgjasë për 3 net, do të sjellë në skenë ansamble dhe shoqëri kulturor-artistike nga të gjitha trevas shqiptare, duke përfshirë Kosovën, Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut, Malinezi e tjerë. Në këtë edicion, gjithashtu shënojmë jubileun e 50 të shoqërisë kulturo-artistike Malsori, e cila do të jetë në qendër të vëmendjes të këtij festivali. Në këtë mbrëmje të veçantë, le të shprehim mirënjohjen më të thellë për organizatorët e palodhur të festivalit Hasi i Han, zotin Aziz Hodaj dhe ekipën, të cilët me përkushtim dhe dashuri për kulturën e kanë kthyer këtë ngjarje në një thesar të gjallë të folklorit shqiptar. Komuna e Prizrenit, si mbështetëse e vazhdueshme e festivalit, krenohet që ky festival po e ruan dhe nxit trashëgiminë kulturore si një nga shtyllat kryesore të identitetit tonë kombëtar. Festivali Hasi i Han është tashmë i listuar si aset i mbrojtës në kategorinë e trashëgimisë kulturore shpirtërore, duke u bërë një institucion unik në ruajtjen, prezantimin dhe promovimin e vlerave tona kulturore. Le të shijojmë së bashku këtë festë të kulturës dhe traditës sonë, duke u bashkuar në këngë, valle dhe dashuri për trashëgiminë tonë të përbashkët. Faleminderit dhe mirë se vini në Hasi i Han. Do të ishte pa kuptim që të mos ftoj ministrin e kulturës, përderisa po flasim për kulturë, nëse e ka vullnetin, kuptohet, shefi e tha fjalën e qeverisë. Faleminderit gjithsesi. Duke qenë se edhe kam këtë mirë, Rolando do e ta kem këto. Si do që t'jetë? Në këtë 50 vjetorin e kemi menduar që t'kemi gjurmë nga kjo punë e bërë, nga kjo aktivitet. Për këtë arsye, Viola do të na tregojë se çka do të ketë të re këtë vit. Për këtë arsye, e kemi emblemën, logon e Malsorit të vendosur përpara hyrjes së qendrës së kulturës, të cilin mund ta shihni. Anash është e vendosur. Ajo është logoja 50 vjeçare së dhe Malsori, cilën do ta zbulojmë tani, themeluesit të Malsorit gjithsesi, por duke qenë se edhe kryeministrin e kemi jemi të nderuar, e ftoj edhe kryeministrin që të na bashkangjitet në zbulimin e logos së Malsorit, e cila do të qëndrojë aty kafshi ball për ball bustit të dëshmorit Reshat Çoçaj, që mban emrin kjo qendër e kulturës. Nuk isha nëse i kam afër, por e di që disa nga themeluesit janë këto, si Qazim Çoçaj, Muhamet Lushaj, drejtori Aziz Hodaj. Dhe do ta kemi këtë moment të zbulimit të logos Mansurit.
Më duhet të them që logoja në atë kohë është dizajnuar nga një veprimtar tjetër i Gjonajt, Eles Qoqaj. Dhe nuk është vetëm logoja malësurit të resi e këtij edicioni e këtij viti jubilar. Po për këtë arsye brenda shtëpisë, brenda qendrës së kulturës, tani kemi një mur në të cilin kemi gvendur emrat e të gjithë atyre që ishin pjesë e që kanë kontribuar në zhvillimin e malësorit në kohë. Në ndërkohë shpresoj që do të shihni në ekranin sert të hapjes të zvolimit të asaj atij muri, dikush ka Walk of Fame, ne do të kemi Wall of Fame. Ndërsa tani do të kalojmë në një pjesë tjetër, artistike, sepse një Kuqiri Malësori është gati për të shfaqur programin e tij të përgatitur për sonte. Nossa, que nome, que